Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës rrezikon të mos vihet në funksion as vitin e ardhshëm, nëse kontrolli i tij mbetet në duart e aksionerit minoritar, me vetëm 2% të aksioneve. Ky është paralajmërimi i drejtpërdrejtë i presidentit të Mapkos, Bexhet Pacoli, i cili ka përshkruar një situatë të bllokuar në terren, të shoqëruar me përjashtimin e investitorit kryesor nga çdo vendimarrje. Në fakt, këtë gjë, televizioni 6+1 Vlora se aeroporti i Vlorës nuk do të hapet dot jo këtë vit, por as vitin e ardhshëm, ka 6 muaj që po e paralajmëron. Pasi ky është një informacion i besueshëm i marrë nga shumë burime, pasi televizioni 6+1 Vlora nuk punon me telefon, por është një media e besueshme, që në fakt me informacionin e përcjell në gjithë këto vite, asnjëherë nuk ka mashtruar, por ka qenë burimi i vërtet i dijes reale dhe informacionit të vërtet. Në një kohë kur televizioni 6+1 Vlora theksonte me të madhe rrezikun që aeroporti i Vlorës nuk do të hapej as këtë vit dhe është në rrezik edhe për vitin e ardhshëm, facebookistët dhe komentuesit e tyre thoshin të kundërtën. Pra, facebookistët dhe komentuesit e tyre duhet të dëgjojnë dhe të marrin të mishena ato që televizioni 6+1 Vlora përcjell për opinionin, pasi jemi një media e cila nuk punon dhe filmon me telefon, por me kamerë dhe mikrofon, duke sjell një standard të lartë dhe shembull për t'u ndjekur. Fatmirësisht, edhe këtë herë kishim të drejtë në atë që tham dhe të konfirmuar me shumë burime dhe së fundmi edhe nga një prej aksionerëve kryesor siç është Bexhet Pacoli. Sipas Pacolit që nga fundi i gushtit dhe më pas me vendime gjyqësore të muajit tetor, kompania është zhvendosur nga çdo kontroll mbi shoqërinë koncesionare. Prej 22 tetorit kanë vendime të gjykatave që e kanë zhveshur Mapkon nga çdo vendimarrje, tha ai, duke e cilësuar këtë situatë si të pabazuar ligjërisht dhe të mbështetur mbi një narrativ të reme se kompania ka shitur aeroportin. Administratori i përgjithshëm Bexhet Pacoli ka hedhur akuza të forta edhe ndaj sistemit të drejtësisë për anshmëri në lidhje me këtë çështje dhe nëse do të vijojë deri në fund kjo tendencë e gjyqësorit, ka paralajmëruar se do ta çojë çështjen në dyert e institucioneve ndërkombëtare të drejtësisë në arbitrazh ku shteti shqiptar rrezikon t'i paguajë një shumë nga 250 deri në 750 milionë euro. Në terren, sipas tij, kjo situatë është reflektuar në bllokim të plotë të punimeve dhe për shkallëzim të tensionit. Sipas Pacolit, përjashtimi i investitorit kryesor, si dhe ndërprerja e punimeve, e bëjnë të pamundur përfundimin e projektit sipas standardeve ndërkombëtare. Ai sqaroi se aeroporti nuk mund të hapet pa kaluar procesin e certifikimit ndërkombëtar, ndërkohë që disa partnerë janë tërhequr për shkak të konfliktit. Kjo, sipas tij, është një pasojë direkte e situatës së krijuar. Pacoli deklaroi se mbetet i gatshëm të vijojë investimin, si dhe të përfundojë projektin, por paralajmëroi se kjo është e pamundur në kushtet aktuale, duke lënë të kuptohet se pa një zgjidhje institucionale, projekti i aeroportit të Vlorës mbetet në rrezik serioz bllokimi afatgjatë.